Në një zhvillim të rëndësishëm të krizës në ripin e Gazës, ushtari i Izraelit Idan Alexander është liruar nga brigadat Al-Qassam të Hamas dhe është dorëzuar tek operatorët e kryqit të Kuq. 21 vjeçari është i pari ushtar i Izraelit që lirohet që pas rëmbimit në 7 tetor të vitit 2023. Ky akt ka ndodhur në veri të qytetit të Khan Yunis në një zonë që ka qenë në qendër të konflikteve të vazhdueshme. Familja Idan Alexander ka konfirmuar mundësinë e një takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe disa përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara për të diskutuar lirimin e tij dhe zhvillimet e tjera të situatës. Në një reagim të shkurtër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu falenderoi Shtetet e Bashkuara për ndihmën dhe për krahjen në lirimin e ushtarit të forcave izraelite, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump e konsideroi lirimin si një hap të rëndësishëm për përpjekjet për të përfunduar konfliktin. Megjithatë, ai ka theksuar se ky nuk është një hap drejt armëpushimit. Netanyahu e ka bërë të qartë se luftimet nuk do të ndalen, duke paralajmëruar se përpjekjet për intensifikimin e fushatës ushtarake do të vazhdojnë. Nga ana tjetër, Hamas ka vazhduar bisedimet me Shtetet e Bashkuara për një mundësi paqeje, duke përfshirë rinisjen e dërgesave të ndihmave humanitare. Grupi ka bërë të ditur se është propozimi për një marrëveshje që parashikon administrimin e ripit të Gazës nga një organ teknik dhe të pavarur. Kjo ngjarje e mbushur me dhimbje dhe pasiguri përfaqëson një fazë tjetër të trazuar për palestinezët, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë mundësi për paqe dhe zgjidhje të qëndrueshme.